Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahu jalla wa ala falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë, kërkojmë lëvdatat dhe bekimet e Allahut. Qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërrullëzën në takimin e kaluar kemë përmendur një kapitull që Imam Bukhariu rahimullah ka përmend në librin e tij Al-Adab al-Mufrad, që ka të bëjë me një virtyet të rëndësishëm që besimtar duhet të pajisë me të. Do të thotë përkundër situatave që kalon nëpër to, pavarësisht të janë provokative, të vështira, e kështu me radhë, besimtar duhet të jetë i matur, i qetë dhe vendimet mos i merr në presion të caktuar nga se mund gabon. Por vendimet i merr gjithmonë, veçanërisht ato që kanë me reagime të caktuara dhe që mund të kenë pasoja, e nganjëherë të pasoja mund të jenë të pariparueshme, duhet i merr me mendje të ftohtë, të qetë, jo kur është i tensionuar apo kur është i ngarkuar. Dhe ky vërtet të ndërlozur, sado që duket i thjesht, sado që duket ndoshta i lehtë, por është i vështirë. Nuk është i lehtë për faktin se njeriu zakonisht është i prirur me u hakmar në moment, me reagu në moment. Rallë dikush qetësohet, pret, mendon mirë, pastaj flet ose reagon. Mirë po, nëse don muslimani me pas veprime, reagime duhura, atëherë duhet që të jetë i qetë dhe të mendon qetë. Në kohën e sotme shohim që shumë prej konflikteve, problemeve të njerëzve zakonisht realisht janë si pasojë ngutive, nxitimeve, vendimeve të pamatura që pastaj mund të lëndojnë raporte, mund të shkaktojnë konflikte që vështirë pastaj me e kthy situatën që shka qenë e lere më me e normalizu. Njerëzit, domthonë, një të kësaj bote të ndërlozur, kur ka nevojë për me qenë i qetë, në kupton se ka njëri që të provokon. Ka situatë që ndoshta nxjerr nga maturia dhe nga urtësia. Kjo nuk kupton se këtë njerëz nuk janë njëjtë. Këtë njerëz nuk mendojnë njëjtë. Këtë njerëz nuk kanë qëllime të njëjta. Ka njerëz që mendojnë mirë e ka njerëz që mendojnë keq. Ka njerëz që kanë qëllime të mira, po ka njerëz që kanë qëllime të këqija. Vjen dikush me një fjalë të mirë, po qëllimin e ka të keq. Vjen dikush bën një ofertë joshse, po mas asaj oferte joshse është një kurth. Kështu që besimtari më koni kujdesshëm realisht edhe në këtë aspekt. Edhe këtu i duhet që të jetë i kujdesshëm që të lexon se me kë ka punë dhe për kë bëhet fjalë. Kështu Allah i ka kriju njerëzit të ndryshëm në qëllimet e tyre, të ndryshëm në veprimet e tyre, fjalët e tyre, e dallime të tjera të shumta që janë në mesin e njerëzve. Këtu Imam Bukhariu rahimahullah tash sot që do të marrim ka një kapitull i cili në aspektin e jashtëm ndoshta nuk lidhet shumë me temat që kemi marrë më herët apo ato që vinë më vonë. Mirë po, padyshim që nuk është titull i sjellur këtu rastësisht. Por e ka në qëllim se kështu do ta sqarojmë inshallah. Dhe i thot Bab al-arwah junudun mujannada. Kapitulli që flet për atë se shpirtet e njerëzve janë ushtar të rekrutuar. Çka ne kuptojmë me ushtar i rekrutuar? Don shpirti fillimisht ushtar. Ushtari zbaton urdhna. Ushtari zbaton vendime. I rekrutuar, domthon rreshtohet dikun. Merr an dikun, rekrutohet në situatë caktuar. Që shtyn shpirtet e njerëzve. Në ka diçka që i shërbejnë një qëllimi të caktuar, ka një burim i caktuar që i urdhënon, i lëviz dhe gjithashtu rreshtohen që aty ku e gjojnë veten të përshtatshëm. Rreshtohen aty ku e gjojnë veten, nëse i përkasin që ati rreshtimi, i përkasin që ati kategorizimi. Qështu e njerëzit. Gjithkush e lypat veten që përshtatet me te. Dhe këtu e ka si hadith në Aishës radiallahu ta'ala anha cila thot, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Thot pejgamberi Aisha radiallahu anha thot,
e kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wasallam duke thënë se shpirtat janë ushtri e rekrutuar. Fëma të arë, fëmina e telef, ato që gjenë përshtatshmëri, ngjashmëri, bashkohen. O ma të na kërëmin e këtëref, e aty ku nuk ka përshtatshmëri, dahen. Çka nëmë kupton këtë ditë dhe në lëzën? Këtë ditë nëmë kupton fillimisht se njeriu realisht varet nga brendia ti, ju nga e jashtëmia e tij. Dhe njeriu në esencë çka është? Njeriu në esencë nuk është pamja e tij, nuk është dora e tij, nuk është koma e tij. Po çka është? Është shpirti i brendshëm. Që ajo e orienton njeriu. Që aty është vendimarrja, që aty është pëlqimi, që aty është refuzimi. Mbas që sa njeri domon rreshtohet, vepron, angazhohet, mobilizohet. Dhe shumë është më rëndësi se këtë pjesë e brendshme me çka po e ushqen njeriu. Ka njerëz që mund të duken në aspekt në jashtëm, domethënë të rregulluar, mund të jenë në aspekt në jashtëm shumë mirë të veshur, mund duken në aspekt në jashtëm i ngjashëm si ti, në teshat e tua, në gjuhën tonë, por në brendime dallu si lindja me perëndimin. Në brendime pasaj komplet tjera, domethënë synime, komplet tjera orientime, për shtatët nështë ma mirë me dikon të huajnë se me dvetin që e ka. Ndaj njerëzit duhet që me u përshtatë në aspektin e brendshëm, në besimin e tyne, në vlerët e tyne, që këto pasaj njerëz me i rreshtu me i bu bashkë, këto vlera me i rekrutu, këto vlera me i bu me lëviz, jo diçka tjetër. Sot për shembull gjejmë që rekrutimi i njerëzve në kuptim të lëvizjes, në kuptim të rreshtimit, kuptim të grupimit, apo nuk bëhet tash mbi bazën e kufive të brendshëm, po bëhet mbi bazën e, domthonë, thirrjeve, vlerave të caktuara që të i kalojnë kufit. Ma shumë ka mundësi me ngjall një djalë, një vajzë, një kujt huaj me mijëra kilometra se ndoshta vetë familjes vetë. Jo në kuptimin e jashtëm, ai të jashtëm i ngon babas, i ngon nonës, po kuptimin e brendshëm, shpirti i tij ka hënën, me kënë rreshtohet, sikur s'ka qef më vo. Çka e ka ushqit brendshëm në ti? Çka është më rëndësi të ndërozën? Andaj, kjo është një mësim i madh, një realitet i rëndësishëm që na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht me këtë hadith, se kjo është realitet. Pejgamberi më thotë që kjo është ligji i Allahut, Allahu xhallahu i ka dhënë njerëz mbi bazën e domthonë prirjeve të tyre shpirtërore të brendshme, në bazën e ushqimit të brendshëm që e merr njeri. Andaj mundesh ti në aspekt në jashtë me u kujdes për fëmijën tënd, në aspekt në jashtë me u kujdes për familjen tonë, me i vesh, mundesh fëmijë me bletëshat njëjta, mu duk njëjtë një aspekt në jashtëm. Mirë po ata përmes telefonit, përmes rrjeteve sociale, apo me u vesh mbrana me tesha këtë huja, hiç që teshat tona ato. Hiç që ato, domethënë, pamjet tona, s'është ajo fare gjuha jonë, s'është ajo fare kultura jonë. E tani kur bën ndonjë mobilizim i caktuar shoqë, ka dalë atë palën tjetër, hiç është me ty. Rekrutohet, gjen dëmshëri, gjen pajtoshmëri komplet me dikë tjetër. Dhe kjo është padyshim e dëmshme. Për shkak se ti ke menuar se ti janë, ti ke menuar që janë frymën tonë, por ata me kalimin e kohës fatkeqësisht për shkak të burimeve të caktuara kanë kultivuar komplet një kulturë tjetër të brendshme, komplet një përshtatje të brendshme. Edhe më shumë e ka gjetë veten në muhabet, më shumë e ka gjetë veten në komunikim me komplet dikën tjetër që kurse ka pa se me dikën që ka pas afër. Andaj ma ta'alaf minha italaf, ma ta'araf minha. Ta'aruf është në kur gjojnë gjithë përbashkëta, njihen mes vetit, ti çfarë pate për shembull pëlqimin u çështë, ti po në kam njëjtë, bëm bashkë ato. Çka është ta'aruf? Kur njerëz njoftohen mes veti dhe me bazën e njoftimit gjejnë përshtatshmëri për të bashku. E do tjerë, domthonë, nuk gjejnë përshtatshmëri edhe ndahen. Nuk gjejnë përshtatshmëri edhe ndahen. Prandaj është shumë e rëndësishme që me i kushtu vëmendje pjesë e brendshme. Çfarë ngjyre e ka shpirti yt? Çfarë bindje, çfarë vlera kultivon pjesa e brendshme? Me kë përshtatet, me kë njoftohet, me kë domthonë rreshtohet. Kjo është çështja e rëndësishme. E dyta të ndërruazë që përmend ky hadith është se Allahu te barekuhu teala domthonë
njerëz i kanë ndarë, jo mbi bazën e gjuhës, jo mbi bazën e racës. Kjo nuk është ndarje, kjo është lloj-llojshmëri. Lloj-llojshmëri. Njerëz mund të jenë të lloj-llojshëm në pamje, në ngjyrë, po unik në parime, unik në përshtypje, unik në vlera. A mund me konë që është? Mund me konë njerëz të lloj-llojshëm në kuptimin e jashtëm, po të bashkët në kuptimin e brendshëm. Dhe Allah xhallahu e ka dhënë njeriu jo mbi bazën e dukjes, jo mbi bazën e llojit dhe prejardhës, po mbi bazën e, domthonë, rahatisë së brendshme. Me kënd bosh rahati. Me kënd ti njihesh mirë, me kënd njihesh ti, për shembull, komat, me kënd njihesh. Që kjo është më rëndësia. Mbi këtë bazë Allah i ka dhënë njerëz në të mirë edhe në të këqij. Në të mirë edhe në të këqij. Dhe njerëz më shikoj gjithmonë këtë pjesë e brendshme. Me kënd njeri bëhet rahat. Ku po rreshtohet njeri? Ka mundësi të ndërrozë që çeka, me konë për shumë këtë njeri që hiç s'ka të bëj me racën tonë, me gjuhën tonë, po me të njësh rahat, muhabet. Pse? Se beson se ti. Pse? Se i ka kuptimet se ti. Njësh rahat muhabet, njësh rahat nej, njësh rahat në udhëtim me të, në vend me të. Ka njerë që përshtatësh Allah, nuk dhëmëzohet e shpirtit, nuk përshtatë me zvetin, nuk ecë me ta, s'shkon muhabeti, s'shkon neja, e që me ta nuk rrëna. Andë mbi që të bazë, Allah i ka do njerëzit të. Dhe kjo është ndarja reale mes njerëzve. Aja që ka të bëj me prijet e brendshme shpirtnore, aja që ka të bëj me vlerët e brendshme sikur që e përmena. Dhe kjo realitet pastaj na bën me e kontrollu vetën, se me kënd përshtatësh ti. Madje është edhe një lloj që më thonë realiteti pak edhe s'po them i frekshëm, po jo fort komat i rahatshëm. Që e lën njëri me konë rahat se kare, do më njëri mundet Allah në rujt, me jamon se është i mirë, ama kogja i shkon muhabeti me të këqit. Kogja i shkon neja mirë me të këqit, apo, pse po bosh rahat me ta? Pse për shumë kur ata, kanë në një aspekt saktun, let me ta ngjitesh, let me ta rrinë, përshtatësh njëjtë ato. Ndërsa me të mirë të zbosh rahat. Kur kanë të mirë të neja, s'rrihet neja të mirëve. Ta shflasin, që shme koni mirë, mos i bë këtës. Me të këqit, farë shkën muhabeti. Pse? Se si janë ngucët mbrendshmën, si aprishin epshin, si aprishin kojtën. Ku bosh rahati, me kom bosh rahat? A dhe këshka për të me shy njëri, shpirtit me ku bohet rahat? Se e ke pa të ndërruzë. Njëri mund me konë parahat në trup. Nuk ka rahat në trup, ama kër ka shpirt në rahat, parahatia trupore nuk vrehet apë. Nuk vrehet. Për shambull, ta shkandru pak situata, po për para të ndërruzër, ju në konë shpirt më të vogla, mundësit më të kufizume. Kur ka nejt njerëz, për shambull, akreba me zveti, që në pa mëti, ka nejt bashkë, në gusht ka nejt me flejt, njën i kom kësajt, një kry kësajt, apo, pa i bëllë për rahat ju në kona, ama ju në knaqë. Shpirti ju në rahat, pse? Pse ju e te, muhabet te, lafe, ku ju në zonja, që shubot, që ku ju në zonë, që ashtu ku mojtë të më rama, do në se, së më nëndësi parahatia trupore, kur shpirti është rahat, apo. Sot e ki për shambull të rahati sa dush, njën i sup, po sa muhabeti mo. Nuk gjejmë për stashmëri, s'ka rahati shpirtnore. Pse? Se kanë të ushqyp njëtën sofër, se kanë të ushqyp njëtën borim, se kanë të ushqyp njëtën vletë, njëtën kulturë, se kanë, njën i ka kulturën kineze, njën i japoneze, tjetër, atje, s'ka mo, apëtën. S'ka muhabeti, apëtën. Pandaj, kjo më nësë ku bosh rahati. Pandaj, rahatia dhe parahatia janë shpirtnore, jo trupore, jo fizike. Se thash njeri mund me konë rahat, në kuptimin trupor, po parat kuptimin shpirtnor. Edhe që kje paratia shpirtnor e banë që me mendëzime prit më kry neja, mendëzime prit me konë, më kry dersi, mendëzime prit. A kur është njeri, rahat shpirtnisht, harran që ju ka pikoma, harran që u ujë keqë. Le e burë se kush përnëm parat punë, se u knaqëm të nejtë, u knaqëm të bollafa, po. E që kja është, që fëtot pekama shumë këqyre, kush për takno shpirtin. Apo, ne jam me kom për takona me nejtë, me kom për shko muhabeti,
është shumë të ndërruaz e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Që ka pejgamberi mëson që me shiku, çka ty po duket interesant, muhabeti me kam po shkon. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi la tusahib illa mu'minan. Ka thënë pejgamberi mos u shoqëno, domthon pas me një mu'min, besimtar. Shikoj ti mund shkojshin me pas gjithkën. Mund me pas kolegë në punë gjithkën. Mund me pas shok në klasë gjithkën. Studenti si pazeta. Domthon këta janë njerëz që rresht të imponohen. Të imponohen për shkak se çështu dunjoja është. Apo. Mirë po, mik, kanë ki mik. A mik e kam filonin. Që me mik ai rënën 200 km lapi këtu, ta përësh e këta tjerë, këta i kam kojshi, këta i kam makrebon, ata e kam mik. Nëse miqësia është rahati shpirtnore, është ato që e përzjedhë. E ka thonë pejgamberi, ato që mushme e përzjedhë me pas mik, le të jetë musliman. Se me të bosh rahat. Edhe ishtë doshë më musliman rahat. Pse? Pa shkak se kur rrinë bashkë, doon flasin fjalë mira. Diskutojnë për punë të mira. Diskutojnë qysh me konë të Allah ma i devatshëm, qysh me një mu dikujt. Për ta një jetë rahat me muslimanë. Nërsa qysh me konë rahat në miqësi me dikën i cili për shembull 2-3 fjalë e ka për gojim, e ka thashë thëme, e ka bartje fjalësh. Bosha mendzi për më këtu ne bosës. S'ni rahat. A nëse një është rahat në mesin e përgojuzve, nuk është puna mirë. Në ata përgojujnë, e pa filoni, e pa e ku i shku, e pa e që i shbon. Krejt njerëz e dunjos i marin përgoje, e qaj muhabet shkën mirë. Bëllaf, përzi qaj, jena knaq, të bu muhabet. Qa bësh muhabet? Ta një kërëshë muhabet, në konë muhabet isli, së është muhabet muslimonjaj. Në konë muhabet njëri që dhe me taku Allah nesër, e i shkarkuar nga haku i tjerë. Nuk është kjo muslimane, që i vëtë rajtë që të neja. Dhe la të sahibi la mu'mine. Veç muslimanin me pas mik, ato që ka frikë Zotin, ato që ka ndanë me të vlerë për bashka. Edhe ka me vola ja e kull të amek illa të ki. Edhe në sofër tonë mund sësh më ullë njëri dhe vatëshëm. Pse? Se kur hanë thot bismillah. Kur të kytët elhamdulillah. Kur të kytët Allahu bërë që të ndasht, bëdoa për ty. Apo, që si njerë unë sofër. Së më rëndësi është i pasën, është në pushtet, a ka ndikim, së më rëndësi, a është njëri devatshëm, se aji, dhe më honë, nuk ta përbuz ushqimin, nuk ta hap të metën, nuk të cilë shërë të shpija, nuk ta përbuz një metin, nuk ta përbuz shpërblimin, e shumë tjera. Andaj, rahatia e muslimonit në miqasi, në gosti, në ndaja, në shumë sërët më qenë, realisht në bastë besimi që e ndonë zbashku me ta. Andaj është më rëndësi të ndërozët që njëri me e testu vetën e ti se me kom për të shko më beti, me kom për bëhë shahat. O shumë rëndësi, pëse? Se ka thonë pejgamberi në hadith që e përmena, hadithi që se i ka tashës, fërma të arë fëminha e të alef. Kjo regull, ka thonë pejgamberi, regull, ma të arëfe, ato që gjendë përbashta me zveti, njihen, e njohin një dhe bashk, apo gjendë përbashka, e të lef, bashkohen. Sikur se, do në qështje e shpendve. Kjo po, sës në shpend është në tufën e ti, nuk i bashkëgjitë tufës të huj. Apo nuk ush me gjithë, për shambull, një plum në tufën e për shembull skifterave, zban me ta japën, nuk mundajnë të, a e ka tufën e vetë, me ta, një lej ata bëhen bashkë, që ashtë të njerës, me cilën tufje bashkë, me kanë në thonë bashkë, me kanë realisht e qënjetën bashkë, o shumë e rëndësishme. Dhe Bukhari Rahimahullah ka përmend këtë hadith, njështu në kodër saj ka përmend edhe transmetimin e Ebu Hurejrës radiallahu ta'ala anhu, që është i ngjashëm me transmetimin e Aishës radiallahu ta'ala anha, që e përmend njëjtin hadith që e përmendëm më herët. Andaj të ndërrozë ky hadith që e përmenda me përmbyll, domthonë flet për një realitet, një ligj të Allahut te barekuhu teala, por edhe normalisht është një thirrje besimtarëve që të kontrollojnë brendit e tyre,
të shohin pritë e tyre edhe të shohin se me kë po përshtaten. Edhe përshtatshmëria të ndërruazër nuk është vetëm në shoqërim, nuk është vetëm në grupim, nuk është vetëm në rreshtim, po është në këtë jetën. Veçanërisht me pas kujdes, domethënë në ato kategori që ki me nda shumicën e jetës me ta. Shumicën e jetës me ta. Sigur se për shembull, çështja e gruas, bashortës. Shumë njerëz për shembull mashtrohen në kuptimin e jashtëm. Po nuk qynë, a jeni të përshtatshëm o dhëmrena, e tani si shkon mohabeti, si shkon lafi, ka ajo të tjera men, ky tjera men, a je me një grup, ky me një grup, apo a je me do prili, ky me do prili, së përshtat tani, shkon me që dhënë shumë me zarë, të është ty. 2 mohabete kur së një bojnë, e më marrë që është duhet, gjithë kanë mos pajtime, se dyshe që një semet, ndaj përshtatshmëria shumë e rëndësishme, a përshtaten i bashkë. Për shembull besimtari, qysh përshtatet në begati, i kënaqur me atë që Allah ka caktuar, falendërues, e shfrytëzon ato që Allah xhallahu ala është i kënaqur, çfarë ka dhe gruan. Njëjtë përshtaten në begati, përshtaten sprov. Kur vjen një sprov në tirash përshtaten, dytë e ka caktuar Allahu, me bo sabër, me adhurim, me dua, përshtaten. Pse? Pse kanë njëjtin gjë brendshëm ato. Sprana për shembull kur njëri ka gruan, edhe në begati nuk përshtaten. Në sprov nuk përshtaten. Në asnjë zhvillim tjetës nuk përshtaten. A ka mundësi me pas jetë kështu? Pa mundësishëm është. Për këtë arsye të ndërruar vëllezër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka porosit besimtarët se edhe besimtarët se këtë duhet me përzgjedh për bashkëudhëtar tjetës, ka thonë, gruaja martohet, zakonisht njerëz e përzgjedhin gruan, apo për shkak të bukurisë së saj, për shkak të prejarës së fisit është, për shkak të prejarës, për shkak të autoritetit të saj, edhe për shkak të fesë së saj, të besimit të saj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të fundit ku të gjojsh martëje, apo se mund shme marrë një të bukur, po s'përshtatesh. E mund me kone e fisit mirë, po zëmon që aja është e mirë. Mund me kone me autoritet, po s'përshtatesh hiq me tata. A kur është besimtare e drejtë, përshtatesh. Nëse ti besimtar, aja besimtare, e keni një bërim, e keni referencë, një qëllim e keni. Që duhet njëri me gjetë ato që përshtatet me te në aspekte brendshme, ju në aspekte jashtme. Që ashtu kjo vlenë të ndërluzër edhe për, miqësi, edhe për partneritet, ortaklëk, shumë sene, me gjetë ato që ta do zemra, të fle shpirtin ta, në që ato. E jo, diko që ka interes po, edhe s'pse fle zemra se nesë të një, që e zemra e parahatshme, ka me shkaktu gjithmonë probleme me palën tjetër. Muslimanin duhet, me uni rahat me muslimantë. Muslimanin me uni rahat me njerëz e mirë, me devotshmit. Musliman njët mirë që aty ku ka drejtësi, ku ka, devotshmëri, që aty njët rahat. Ku ka pa drejtësi, s'njët rahat ai. S'u nuk ka me njerëz e pa drejtë ai. Ti që falim këtu. Apo? E ti që falim këtu. Ndaj, është të ndërvëzër e rëndësishme që këtë aspekt me e kultivu, por edhe me e rishiku se nëse ka thera në zemër, ato me hjek e më me të mirë. E ju me lonë zemër si një arë të papërpunume që aty të një gjithë shka delë. Qka zbohet aty? Ka të një gjerpënije, ka thera, ka gjithë shka, po hajrë ka pak. Pse? Se nuk është kultivu, nuk është rujt, nuk është pasru që është duhet. Pësë e pasrën zemrën dhe bëhet ratë me devotshmit. E pasrën zemrën, bëhet ratë me njerëz të mirë. Allahu xhallahu ala në bëfë që të ndihemi mirë me të mirët, e ndihemi rahat me devotshmit e me besimtarët. E në bëfë nga ata që nuk një dhe rahat me njerëz të këqijëtën. A ju ka mundësi shkurt me pas punë me ta, ose me pas diçka interes saktu, po sa ma shpejt me përfundu se s'jam rahat me këtë njerëz, s'ponin e rahat, shpirti nuk të dënë. Që e brendshme me konë një farë sinjalizuesi se pala e tjetër çfarë është. Shpirti e lexon tjetrin, atë të banë, as të banë, atë të përshtatet, as të përshtatet. E kjo është, padyshim që është i mallur në jetë që na ka mësuar për të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është një kuptim i përdorur me disa dobi që përmana pse kjo hadith futet në shumë kapitujt të rëndësishëm të jetës tonë, por
derisa veç me disa udhëzime, pas që Buhariu ka pranuar si hadith, këtë pjesë, ky hadith të ndërrozë ka arë pas kapitullit të talljes, apo kemi folur për talljen, kemi folur për maturin, prandaj me ata që tallen, s'u vura me ata që tallen, po me ata që janë të matër, të kujdesshëm që ta mush me kondon, i ka pranë do vlera, pastaj e ka pranë këtë realitet se besimtari nëse kultivon këto vlera, komunira atë me njerëz që nuk i nënçmojnë tjerët, e nuk i përbuzin tjerët, nuk tallen me tjerët, për me ata që janë të matur, janë të mirë, janë të drejtë, edhe të tjerë njën sigur në shoqinë e tyre, sikur që ka thonë pejgamberi sa hadith, el muslimu, musliman kush është? Ai që të tjerët janë sigurt nga dora edhe nga gjuha e tij. Rrim bashkë, përshtatem, duhemi, ne shkojmë mohabeti pse? As kemi rrotlla, as kemi domthon fjalë trona, as në çmim, një është atë për muslimanit. Edhe kur del shtëpi ti, nuk e ki dronë që i bën fjalë, i shtron fjalë, bën fjalë, i sigurt ti piti gjithmonë atë. Qështu bënu edhe me këta bëhunu, me qëta një vrat, jo me tjetë nga se ta një është regu se diqka në zemër nuk po funksion që shduhet. Ka nëj barikë se dikon që duhet me hjek, ka nëj farshpet gjarë po që hi do të me nëzirë për atyt, se dhe më honë, a i helm është i dëmshëm, duhet që me e lërgu nga zemëra për shkak se e smun zemën e shpirtën e besimtarit. Allah në avzut në rrugën e drejtë, në e përmësu gjendin, në bofë më konë rahat një me të të rinë. Muhabetin tonë ne atona në kuadër të besimit në Allahun edhe udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me kaq për këtë pjesë Allah shpëleft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.